edhe vetë ata të cilët e ushtrojnë. E ushtrojnë ashtu. Edhe ato vetë janë të dëmtuar, por nuk e dinë se dëmit cilin ja bëjnë fillimisht vetes tyre. E përmenda që inspektoratet do të kthehen tek ministri tonë, ka kapacitete. Aty ku do të ketë mungesë, do e shtojmë numrin e të punësuarve, do t'i përgatisim pasi që duhet edhe të përgatiten për të bërë kontrolle të tilla. Edhe ministritë tjera që do të kenë në dispozicion inspektoratet e tyre, do të ketë kontrolle jo siç ka qenë më përpara, jo siç ka funksionuar qeveria paraprake, por do të ketë kontrolle të vazhdueshme, të detajura dhe vetëm me dënime dhe me duke shqiptuar gjoba për mos respektim të ligjit apo për të mshehur tatimin e kështu me radhë, do të edukohen dhe do të nisin të gjithë që të respektojnë ligjin dhe do të ulet numri i dukshëm i atyre kompanive të cilat punojnë në të zezë, nuk e paraqesin tatimin, nuk i paraqesin ka fakt që janë edhe komplet inekzistente për shtetin, ndërsa funksionojnë. Në qoftë se inspektorët janë në numrin të cilën është i nevojshëm për të funksionuar, nëse kanë pagat e mira dhe nëse kanë kushtet për punë siç duhet dhe janë gjithmonë në kontroll, çdo ditë e bëjnë punën e tyre me nder, unë ju garantoj që ai numër do të minimizohet në një shifra prej 1 deri në 5%